Projekti për lidhjen e rrugës transballkanike me portin detar të Vlorës është imazhi i qartë i asaj situate se si realizohen projektet në Vlorë. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, pas shpinës time dallohet qartësisht që punimet kanë avancuar, por megjithse punimet kanë ecur deri në një farë mase, ende nuk është gjetur asnjë zgjidhje për shembjen e një vile e cila qëndron në mesin e rrugës duke bllokuar qarkullimin rrugor. Deri më tani është realizuar rreth 70% e projektit dhe fokusi i punimeve është përqendruar në krijimin e rreth-rrotullimit e zona e njohur si ish Parku i Tregtisë. Gjithashtu, nga pamje dallohet qartësisht se njëra korsi e qarkullimit rrugor është hapur për qarkullimin e automjeteve, ndërsa korsia tjetër nga porti i Vlorës drejt Transballkanikës është asfaltuar dhe hapur, por jo deri në fund. Këtë korsia bllokon tërësisht një vilë trekatëshe, e cila ndodhet në mes të saj. Sipas informacioneve, ndërtesa aktualisht është e pabanuar dhe pronarët janë larguar prej saj, por godina është ende në proces gjyqësor. Deri më tani nuk ka dakordsi për sa i përket vlerës së dëmshpërblimit. Nga pronarët kërkohet një vlerë prej 1 milion eurosh për të lejuar shëmbjen e godinës. Ata e administrojnë ndërtesën me dokumente të rregullta dhe për shkak të hapësirës që kërkojnë këtë shumë. Ndërkohë që punimet po vijojnë pa përfunduar procesi gjyqësor, vila nuk mund të shëmbet dhe kjo rrezikon vijshmërinë e projektit. Punimet mund të vazhdojnë por vetëm deri në një pikë, sepse pa shëmbjen e vilës, njëra korsi do të mbetet gjithmonë e paksesueshme. Për këtë arsye, punimet po vijojnë me ritme më të ngadalta duke u zgjatur në afat dhe duke tejkaluar kohën e parashikuar.